Përshëndetje dashurimiq, bërcaleta për sot është një bërcalet goxha e bukur, e përzgjedhur mes shumë të tjerave, me thot drejtën. Një çift i ri sapo ishin martuar dhe gruaja një ditë bukur kishte sjellë mace dhe burri, duke qenë se gruaja kishte kushtuar gjithë dashurinë maceve, u bë xheloz. Një ditë bukur, një javë, 2 javë, i muj, duroj, vaj lefa dhe iku. Do mërzitat, mas i muj, u bë xheloz keq fare, në zot. Dhe çfarë ndodh? E merr macën, e fut në një makinë dhe e hedh diku rrugës. Kur kthehet, macja kishte shkuar para këtij në shtëpi. A mirë s'ka gjë se të tregoj një ditë tjetër. Pas 2-3 ditësh e merr, fut në test, se çon makinën e çoj gjithë ku më le. Kur kthehet në shtëpi, macja ishte kthyer prapë para këtij. Oh, po ti më vete. S'ka gjë se të tregoj dielën. Po dielën, me që kishte pushim, e merr macën e fut në test. Se çan nga të rroshko, majta s'kreu djallta s'futu para majta, se do me thonë bonja i 100 kilometra rrugë, edhe e hedh macën diku. Kur po kthej, mas një ore, merr grua në telefon. Alo, zemra? Është telefon. Është ty dace? Është ty macja? Po. E qafsh mu, ma kaloj qik telefon, tha se kam katru rrugën. Nuk e dine se do ju pëlqej, më pëlqej për vete. Po në mendimin tuaj, ciao.